Kërcënojmë, po nuk ju bindëm, ata na kërcënojmë me kamxhik të territ. Jetë kërkesë dhe ne, ndoshta skeptik, I lejuam që të vjedhim pak më shumë se vitin e kaluar. Sot, keci thjesht zgjat dorën drejt në xhepat tona dhe merr aq sa ja don shefi. E kemi pa tashmë që kjo dëshirë nuk ngopen ndonjëherë, se apetiti I kecit është I gatshëm që të na ngulfat e thaj për ta trash profitin e tyre. Po nuk ju bindëm, na kërcënojmë, po nuk ju bindëm, ata na kërcënojmë me kamxhik të territ. Na thonë se pa kecin nuk do të kishim dritë në lagjet tona. Na thonë se pa kecin nuk do të kemi ngrohje në lagjet tona. Na thonë që problemi është të konsumi ynë I tepërt e jo të apetiti I kecit. Vjedhën prej 16.1% dhe na bën trekançi që na e bën, trekançi, kec, zëre dhe qeveri. Edhe si vjet po dojmë na e trash edhe ma shumë, e me na thonë që ka rritje tjetër prej 20%, është për një men hile e zanatit të kecit. Na e dim që këtu, mbrapa nesh, po na zihet edhe një hile tjetër, që neve popullit do ta varfëroj edhe ma shumë. Ama, këtë hile nuk mundemi me e kput këtu. Ne jemi këtu për mi thanë kecit se durimi toni ka arë fundi. Jemi këtu për t'ju thanë që nuk mund të silleni si kur kapadai, e që na shtroni zullumin kudo që ja vëndoni synin edhe 1-0 e ma shumë në vidimet e tua, e juaja. Ju nuk mund të vazhdoni të vjedhni këtë popull, të cilët vetë se ja keni vjedh një pjesë të aseteve ma jetike. Nuk mund të vazhdoni të na I faturoni neve dështimet e dëshirat e juaja për rritje mbi trupat tonë. Tash sa vjet, ju nuk jeni në shërbimin tonë, por ju jeni kundër nesh. Jeni fajtegjin tonë më të mdhej. Andaj tash e tutje, edhe ne do t'ju dalim përballë. Do t'ju përcjellim, do t'ju luftojmë, e bojkotojmë deri atëherë kur edhe ky institucion të kthehet në dorë të popullit dhe të punojë për ne.